kemi sërish së bashku, do të bashkëbisedojmë me Ilir Kalemajn, mirë se erdhe Kalemajn, faleminderit, dhe Frok Çupin, faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit juve. Jemi në kushtet kur do të ketë fest në Partinë Socialiste si pasojë e rezultatit. Nga ana tjetër, kërkesa e opozitës është e qartë që flet për vota pavlefshme, flet për farsë elektorale, por është ende e paqartë se si do të vijohet më tej, kush do të jenë hapat që do të ndërmeren. Kalemajn, po shikoja që tashmë po bëhen disa ankimime, kishte folur avokati i Partisë Demokratike një prej, Franc Nuri, që vijojnë pra me procedurat, edhe në një komunikim që unë pata në fundjavën ai e shprehu pikërisht atë që ata e cilësojnë si një farsë elektorale, por që unë e thash nuk e kemi të qartë si do të vijohet më tej. Si do lexojmë këtë moment? Shko, tani kur flasim partitë politike, flasim i gjysmën të vërteta. Dhe se cila thot pjesën e vetë të gjës, një lloj si raporti OSBE-s, që se cila lexon gjysmën e fjalisë. Po që edhe raporti OSBE-s, Claudio Ranieri apo drejtuesi ishte shumë i ashpër me mënyrën e organizimit të zgjedhjeve dhe certifikimin e rezultatit e tjera, duke nxjerrë në pa që na përdorimi i administratës publike, të gjitha ato kusuret e tjera që kemi diskutuar, ndërkohë që pjesa e dytë e fjalisë ishte që falenderonte KQZ-n për punën e shkëlqyer që kishte bërë për organizimin e zgjedhjeve, sepse ishte socialdemokrati apo e partisë majtë holandeze, e cila natyrisht partisimotë me Partinë Socialiste dhe është një vendimarrje si thua diplomatike, politike, dhe që dhe raportit të dali për t'i kënaqur të gjitha palët, që secila part përdor pjesë të raportit. Tani bim të zgjedhjet në Shqipëri, natyrisht që pa dashur të përsërisim ato që kemi thënë, ka pasur probleme pafund, të në shumë drejtime ne jemi përkeqësuar në disa standarde dhe jo përmirësuar, ndërkohë që duhet ishte e kundërta. Dhe nuk po flas këtu për gjithë ato insinuatat që ngre të provohen, që na treni bullgar deri te shqipderja, po flas këtu për gjëra që janë të provuara. Pra po flas për ato 200 milion euro që u falën për gjobat për një periudhë 10 vjeçare, 2 ditë para zgjedhjeve, e cila është në mënyrë flagrante, qoftë edhe po të marrësh referencë dhjetorin ku kishte kaluar VKM-ja, e flagrante e shkeljes së periudhës 6 mujore të respektimit të kodit zgjedhor. E njëjta gjë me bonuset dyert të pensionistëve, e njëjta gjë me ndërtimet pa leje në fshatra, e njëjta gjë me shtimin me 10.000 veta të administratës publike, të gjitha këto në shkelje flagrante, s'ka nevojë të shkosh larg për të kuptuar se si është shkelur, për mos thënë pastaj deputetët që dolën të panjohur me mbështetjen e grupeve të mëndheshme tjera me radhë. Pra, flasim për këtë pjesë, dhe në këtë pjesë opozita, se kam ndjekur dhe debati me Celibashin e me KQZ-n e me tjera. Pra, duhet të kuptojmë procesin teknik me procesin politik. Celibashi e tha dhe me të drejtë është që në qoftë se s'ka pasur ankimime na komisionera numëruese të tjerë, normalisht ti s'mund pastaj të thuash që të zgjedhësh shpallën të pavlefshme dhe në kuks, ku ti ke fituar. Është logjike. Por është ana tjetër e medaljes, në qoftë se dalin prova të manipulimit të rënd zgjedhor, fjala bie me votat e diasporës në Greqi apo diku tjetër, ti mund të shpallësh pavlefshmëri pjesore apo tërësore të zgjedhjes dhe këtë gjë mund ta bësh dhe 2 vjet pasi kanë mbaruar zgjedhjet, nëse dalin prova. Dhe kjo gjë ndodh në çdo vend. Pra duhet të ndajmë procesin teknik të kontestimit të procesit numërimit, apo të procesit të votimit, apo të pavlefshme, për shembull në rastin e Tiranës, me që ishte edhe pyetja juaj specifike. Bet fjalë sepse kandidati Kolliçi ka 100, kandidati Ali Mehmeti, bet fjalë për 100 vota, dhe aty janë rreth 17.000 vota të pavlefshme. Pra në qoftë se gjendet mjaftueshëm vota, apo janë pastaj te materialet zgjedhore, që mund të shpallet një QV të caktuar për shembull problematike, mund të shpallet e pavlefshme. Kjo gjë mund të bëjë që të iki mandati numri 2 të Partia Mundësia, pra Erald Kaprit, si kundër përflitet, dhe mund të shkojë mandati 14 Partisë Demokratike. Po dhe këtu pastaj do kemi një marrëveshje apo jo, sepse natyrisht që të betë kjo gjë duhet marrë vendimi qoftë KQZ-ja, qoftë KASI, Komiteti i Ankesave, pra në fund ditës duhet dhe një marrëveshje politike dhe për pavlefshmërinë dhe çfarë do quajë tyre vlefshme apo jo. Nuk është një proces thellësisht teknik. Pastaj në lidhje me kontestimin, siç e thash, nëse është gati e pamundur që të kontestohet për sa kohë nuk është prodhuar evidenca dhe dorëzuar para certifikimit zyrtar të zgjedhjeve, është i mundur kontestimi politik, siç ka ndodhur në fakt edhe në të kaluarën, dhe në 2001 ka ndodhur kjo, ju e mbani mend, zoti Çupi e mban mend që u desh pastaj ndërhyrje ndërkombëtarëve për shkak të rezultatit që prodhoi në atë kohë me dushkun e tjerë me radhë, që të gjende një zgjidhje konsensuale për presidentin e Republikës. A do kemi përsëritje të këtij skenari në këto palë zgjedhje, duhet pritur dhe reagimi zyrtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo jo, dhe kush do jetë marrëveshja në këtë rast? Nuk besoj që marrëveshja do jetë vetëm për mandatin e 14 Partisë Demokratike. Marrëveshja mund të jetë për diçka më të madhe, fjala bie Bashkia e Tiranës. Garantimi kushteve të rregullta të barabarta, jo dënjan tavolin, kuptohet.
Çfarë na thot kjo fraza farës e Partisë Demokratike? A sheh një strategji për mënyrën se si mundet ta maksimizojë pretendimin e saj? Po zhvillohet një diskutim që qëndron vetëm njërën në atë që quhet opozitë, ose është në një shumë parcial diskutimi i zgjedhjeve. Praktikisht zgjedhjet nuk diskutohen, nuk ka asnjë impakt as në publik dhe as në raporte me politikat edhe me strategjitë dhe etj. S'ka cënuar asgjë, përkundrazi i ka dhënë vendit të drejtën të konsiderohet një vend mbështetje për Bashkimin Evropian, jo vetëm mbështetje, ka dhënë të drejtën në Shqipërisë që të konsiderohet Europa e Ballkanit. Europa sigurisht nuk është e manipuluar, edhe sikur ta përfitojmë, po të jemi Jules Verne, e ta përfitojmë Europën të manipuluar dhe të kriminale, atëherë na duhet gjejmë një kontinent ku të mbështetemi. Se gjejmë do të ne kontinentin ku të mbështetemi, përveç se në kontinentin e vjetër, përveç se në demokracinë perëndimore, s'kemi ku shkojmë tjetër. Kështu që desha të them, diskutimi është i tëri në opozit për shumë arsye. Në radhë parë është psikologjik, sepse duket sikur opozita dhe majoranca ishin në tehun e thikës, kush fiton njërin, kush fiton tjetër. Ndërkohë që opozita ishte në grop thellë poshtë dhe majoranca ishte, domethënë rezultati është shumë i natyrshëm, nuk ka një gjë që pas ka ndodhur çudi e madhe. Se çudi është mandati. 52% prodhojnë 84 mandate, nuk është pak. Shiko, tani ato ky është ligji, kështu prodhohet kudo, kështu bëhet kudo. Kështu bëhet në Shtetet e Bashkuara, kështu bëhet në etj. Duhet respektu ligji, ligji nuk kthehet për diskutim. Si më thënë, mbi bazën e ligjit nuk mund të mendosh, tani që s'na doli rezultati i mirë, tani ta kthejmë, ta shikojmë ashtu se nuk ka prapaveprim në ligj. Do që je detyruar në demokraci të qëndrosh te ligji që ishte i mirë për ty, po s'doli i mirë për ty, tani s'është i mirë për ty. Prandaj them që ka dy momente. Momenti i parë është se opozita, dhe jo e tëra opozita, dhe këtu fillon problemi. Jo e tëra opozita mendonte, ose të thuash, mendonte se do fitonte zgjedhjet, si kishte mundësi, e pa mundur. Dhe tani pse si fitova, thot. Po kjo bëhet për disa arsye. Bëhet për arsye se njerëzit që ishin kryet opozitës e kishin mashtruar opozitën. E kishin thënë, e kishin fryrë, e kishin nxitur, i kishin fut fitilat. I kishin thënë ne jemi fitues. Ndërkohë që s'kishte asnjë argument. Asnjë argument. E para. E dyta, po pse kishte bërë këtë? Praktikisht e bën lloji i Sali Berishës. Edhe lloji tjetër, se ato janë. E bën për arsye se do ta mbajnë në tajt, do ta mbajnë në tërheqje opozitën që unë jam lider juaj, unë ju çoj në fitore. Tani si çoj do në fitore? Tani do bëj zhurmë, do thotë pse nuk ju çova në fitore. Do thotë shikoni se unë do bëj çamediun, unë jam i dërguar i Perëndis, unë kam mision këtu, nuk jam politikan, me Zotin do merrem vesh, etj, po e bën atë diskutim vetëm atje. Dhe ndërkohë dalin plot gjëra, plot aspekte, praktikisht është një deputet se përbën problema, është një deputet në një kandidat në opozitë i cili thotë, unë do jem në deputet, ai është diku në lista e hapur, është i 7-8, nuk e mbaj më, po do jem sepse do shkojnë në burg disa prej këtyre kolegëve të mi. Ky si quhet, ky nga Lushnja, ky Murrizi. Ky thotë, unë do shkoj në parlament sepse nga 4-5 do shkojnë në burg nga këta. Do të thënë, e shikoj se problemi është vetëm brenda opozitës. Do të është një problem si të shpëtojë Sali Berisha nga kritikat, si të shpëtojë grupi i tij nga kritikat, si të mos i kërkojnë dorëheqjen atij dhe si të rinë në krye dorëheqje. Është një zhurmë që rri atje. Kjo që thotë zoti Murrizi, nëse ka thënë kështu, për korekcie nuk e kam lexuar, nuk e kam parë, nuk e kam hasur, i bie që ai ka kundërshtim për mënyrën se si janë bërë lista dhe ka informacionet e tij që Partia Demokratike nuk ka kërkuar nuk e ka kundërshtim, se të fundit do ta kontestonte përpara listën, ai nuk e ka kontestuar listën. Dhe një kandidat e konteston listën në mënyra të ndryshme, thotë nuk jam dakord, bën probleme në forume. Dhe më në fund jep dorëheqjen.
Po s'ka bërë asnjë nga këto. Ai thot tani që shiko, juve që mlat mua pa. Tani kujtohet, shiko, opozita kujtohet mas i humb. Derisa nuk humb të nxjerr syt, thotë do fitoj. Pastaj humb. Nuk e di pse çfarë informacioni ka që Apo këtë se di unë, po do të them kjo është një lajm shumë i përhapur, është një intervistë e tij e gjatë dhe e thënë thuaj se tëra mediat e kanë cituar, po këtë e mora si fenomen, nuk kam asnjë problem me të saj, nuk është këtu në studio, s'kam për të analizuar Murrizin. Kam për të analizuar fenomenin që këta secili mendon kush do të jetë në burg nga tjetri. Domethënë, është një opozitë e cila mendon burgun, por thot dhe fitore. Ç'është kjo histori? E di që është krejtësisht e zhytur në faje penale, është e zhytur në dikush është i pandehur, dikush është në gjyq, dikush është i paramenduar se do shkoj, dikush është i thritur atje. Ky i Shkodrës sot u thirr atje për në gjyq, do zhvillohet gjyqi, mund të iki. Edhe ai i Shkodrës mund të ikë mandati, do ikin disa mandate, atëherë ç'do bëhet? Në tërë këtë zhurmë të madhe, këta e gjejnë për t'i bërë kashillëk publikut. Është një gjë krejt e pavlefshme. Është vërtet pavlefshme. Shikon kalime një strategji të qartë për këtë farsë? Në opozita? Ata thonë farsë. Ata thonë që kjo është një farsë dhe a do të shkojnë deri në fund dhe çfarë mekanizmash kanë zgjedhur që të shkojnë deri në fund? Tani bazuar në informacionin publik, natyrisht, se ne s'kemi si ta dim gjithë pjesën e strategjisë, nëse gjithmonë e kanë këtë gjë. Natyrisht duhet këtë një vendimarrje para do njihen apo nuk do njihen zgjedhjet. Domethënë nëse nuk do njihen zgjedhjet, natyrisht do jetë bojkot parlamentar i plot, siç kam parë në të shkuarën, apo do jetë një bojkot parlamentar të tipit që do shkojnë të paraqiten, votojnë, siç është thënë ligjet ndoshta të integrimit evropian që janë madhore për të thënë që ne nuk jemi në asnjë mënyrë bllokues të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian dhe nuk ka përndodhur për shkak të opozitës, pra në një mënyrë simbolike, dhe kjo gjë do i mbaj edhe mjaftueshëm në sallë që mos të digjen mandatet për shkak të afateve, siç ka ndodhur në të shkuarën dhe që çoi bojkoti parlamentarit dhe listat pastaj shtesë si prodhuan një parlament i cili e përdori zoti Rama për të ndryshuar në mënyrë të njëanshme kodin zgjedhor të miratuar në 2008, pra nuk është e vërtetë që ky kod zgjedhor është bërë nga opozita dhe intereson të opozitës. Jo, ky kod zgjedhor është bërë nga PS-ja dhe PD-ja. Në atë kohë Partia Demokratike mori nga ky kod zgjedhor si avantazh mocionin e mosbesimit për kryeministrin, pra duhej mosbesimi mocion besimi, gjë që bënte kryeministër të fortë, i interesonte zotit Berisha në atë kohë dhe i interesoi zotit Rama më vonë. Zoti Rama mori në atë kohë kontrollin mbi Partinë Socialiste, pra kjo ishte një fitore e dyanshme. Natyrisht u protestua nga partitë e vogla, Ilir Meta, Narn Doka e të tjerë partitë vogla dhe një pjesë e shoqërisë civile, kolegë tanë të dorën të medias kundër këtij kodi. Pastaj ky kod i dha avantazh më të padrejtë zotit Rama me dy instrumenta. Reforma territoriale administrative e bën në mënyrë të njëanshme, ku natyrisht dhe opozita ka kusuret e saj se nuk vajti në komision, e cila prodhoi salamandrën elektorale dhe i dha një avantazh të padrejtë territorial Partisë Socialiste. Mos ta harrojmë, Partia Republikane e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka 30 vjet të minorancë dhe ka shumicën e shteteve, legjislatura pikërisht për shkak të asaj që quhet salamandra elektorale apo gerrymandering, që do emision në vete mund ta shpjegoj. Dhe kushdo që merret me këtë fushë e di që kjo është një avantazh tërësisht i padrejtë. Pra kushdo që hyn në gardë me Partia Socialiste në Bashkinë e Tiranës, hyn me 52-53% që pa nisu gara. Për mos thënë pastaj makineria elektorale, patronazhistët dhe gjërat e tjera. E dyta ishte pastaj që prapë në mënyrë të njëanshme, duke përdorur këtë parlamentin prapë për fajt të opozitës bojkotit, një pjesë, po pjesa tjetër ishte se të thuash vetëm e ka opozita fajin, ti injoron atë që është fajtori kryesor. Fajtori kryesor është ky që i bleu këta palën tjetër, ata deputetët zvendësues. Tani si bleu, mund t'i ketë bler me financa, mund t'i ketë bler me një nder, me një qok, me një vend pune, me tjerë. Fakti është që këta votuan kundër interesit të tyre. Ndoshta dhe nga padia, ndoshta dhe nga ignoranca, nuk po them se s'po ndërtojnë teori konspirative, dhe këta votuan për prishjen e koalicioneve, ëndra e vjetër e zotit Rama. Zoti Rama ka pas paktën që në 2013. Duke prishur dhe koalicionet, ti detyron të futen në një sigël. Dhe ky ishte rezultati për shembull pse në zgjedhjet lokale të para 2 viteve, Partia Demokratike, domethënë të paktën ajo që njihet sot si Partia Demokratike me Sali Berishën kryetar, ishte pa sigël, pa vull, me avantazhe tërësisht të padrejta dhe normalisht humbi pjesën dërmuese mbi 95% të bashkive, duke fituar vetëm 5 bashki dhe i marrin që morën, dhe duke humbur plot 56 bashki. Tani ti futesh në këto zgjedhje me reformën territorial administrative kundër. Futesh në këto zgjedhje me pushtetin lokal
në duart ati që ka dhe ekzekutivin, futesh në këto palëzjedhje me një ushtri patronazhistës, Transparency International, duhet i referojmë i burim të ndërkombëtar, numëroi 9500 vetëm në Tiranë zgjedhjet e kaluara. Minimalisht është shkruar një njëjti numër, pra 50.000 në shkallë republike, dhe ajo që është e pafalshme dhe që duhet ta themi sa herë që kemi mundësinë, është që këta janë të punësuar në administratë publike, këta nuk janë thjesht vullnetar. Pra 1/4 administratës publike paguhet me paratë e mia, të tua, të tjerëve, për të bërë patronazhistin. Patronazhist në variantin shqiptar të patronazhimit politik, sepse bota perëndimore që i referohen ka të paktën 50 dhe 100 vjet që i ka hequr, është jo për të mobilizuar votën tënde, po është edhe për të shantazhuar votën e kundërshtarit, është edhe për të friksuar, është edhe për të detyruar nëpërmjet një titulli pronësie që mos të dalin në votime, etj. Pra janë gjithë elementet, por mos të elementi pastaj i shpënguljes masive nga Shqipëria gjatë tyre viteve, që opozita e quan shpopullim me agent. Do me thënë dhe që natyrisht prek votën opozitare, se një që është i lumtur s'ka pse të ikje. Unë nuk arri deri sa opozita të them shpopullim me agent, po është një shpopullim për cilën nuk është dhënë llogari. Pse në Shqipëria duhet të ikim si në një vend lufte? Pse projekcionet e Kombeve të Bashkuara e nxjerrin Shqipërinë, e dini 3 skenare të 2100-ën. 800.000, sa kemi pasur në luftën e dytë botërore, skenari pesimist, 1.8 milion varianti optimist dhe diçka në mes, 1.3-1.4 milion varianti realist. Pra shqiptarët janë duke u rudhur, kemi 1.2 atë normën e fertilitetit, që është nga më tultat në Europë, hiq Maltën. Kemi rritur me 10 vite, pra nga 33 mosha mesatare kemi shkuar në 43.5, që kemi të kaluar gati moshën mesatare të Bashkimit Evropian. Pra për gjitha këto, për mos të pastaj dëndësia e popullsisë në metropolin Tiranë-Durrës e tjerë, që është dhe si rezultati politikave jo eficiente qeveritare, që nga harta gjyqësore deri te përqendrimi agjencive të mëdha qeveritare në pak qytete që t'i kontrollojnë sa më pak duar. Pra të gjitha këto janë debate publike që ne duhet t'i diskutojmë, po që prodhojnë edhe një deviacion të rënd elektoral i cili cënon fundamentin e demokracisë. Ka kusur opozita? Po, që doli e fragmentarizuar, që nuk arritën dot të gjenin një ballë e mërus të përbashkët, që nuk arritën të prodhonin frymë, që programi tyre nuk arriti dot aq njerëz sa duhet arrinte, që një pjesë e mirë e votuesve demokrat nuk dolën në votime, etj. Absolutisht po. Por duhet thënë pjesa e luanit mendoj dhe pjesa që ka më tepër rëndësi për sa i përket fundamentit. Ndryshe po lam ato që janë të rëndësishme, pa i trajtuar. Atëre, të gjithë duhemi të lumtur me premtimet se çfarë do ndodhi 2030 pas, do me thënë, ndoshta për shkak të gjeopolitikës, ndoshta për shkak të një nevoje që dhe Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, të cilin e urojmë të gjithë na mëngjes dhe në darkë, dhe do i njohurojmë pastaj se si po shkojmë në Europë nëse arrim ta shohim atë ditë. Gjubi, e shikon opozitën sot të gatshme për të bërë një analizë të brendshme, unë sot tentova që të marrë eksponentët saj në komunikim dhe misisht një pjesë e tyre më thanë që ne ende jemi të paqartë, nuk kemi ulur për të krijuar një strategji se si do të veprojmë më tej, po kjo është me burime. Si e shohim edhe nga komunikimet, ose mënyra se si ju e njihni Partinë Demokratike që në fillimet e saj, çfarë do duhet të bëj sot që ne flasim? Përballë Edi Ramës, përballë qytetarëve që e kanë besuar? Partia Demokratike realisht është ka ardhur në pikën se është fjala për një humbje, është fjala se humbin gjitha partitë e botës. Partia Demokratike ka ardhur në pikën që si duhet gjëkujt. Do me thënë, as parlamentit nuk i duhet, as situatës europiane nuk i duhet, as parlamenti është gati të miratojë të gjitha ligjet, pavarësisht vjen as vjen Partia Demokratike në parlament. Po voton as voton Partia Demokratike. Çfarë do bëj? Në këtë situatë do të bëjnë në radhë partë një realiteti. Realiteti është sa vulgar, banal, po dhe i frikshëm. Sepse të jetë një parti e cila ka pretenduar se po bën gjërat mëdha në vitet 90, 91, 92 etj, po praktikisht e çoi vendin në për katakombe. Do të thotë që kjo parti ka rënë këto pikë në këtë gjë dhe duhet mendohet mirë. Do të thënë duhet t'i jap fund, ta mbyll dyqanin apo si do ta lër hapur. Do të thënë sepse në qoftë se vazhdon të jetë si parti politike do duhet të di çfarë të bëj.
Sepse në zgjedhjet e tjera, nëse sot mori 50 deputet, në zgjedhjet e tjera s'merras 15. Dhe në zgjedhjet të tjera pastaj do jetë harruar Saliu, Bari i Saliut e tjera. Do jetë harruar Saliu, do ka njëri tjetrin, ata janë rrukeqër, ata që ka rreth e rrotull Saliu. Ata janë vërtet njerëz që han njëri tjetrin, ju e keni parë. Me qysqi, me tym, me zjarr, ju sulën njëri tjetrin në 8 janar. Ajo është Partia Demokratike, nuk është Partia Demokratike ajo që vë gravatat. Dhe kështu që jemi në këtë situatë, çfarë do bëhet? A di t'i afrojmë më konkretisht? A do të shkojnë në parlament? Patjetër do të shkojnë në parlament, sepse është interesi Sali Berishës të shkojnë në parlament. Me çdo kusht. Ati duhet të jetë atje në parlament që të jetë. Kanë dhe detyrim se janë votuar tani. Praktikisht, po ju thoni që mund mos shkoj. E domosdoshme, e para, në radhë e dytë ai thotë nuk shkoj. Në radhë se thotë nuk njeh zgjedhjet, a thotë që nuk njeh zgjedhjet. Kur nuk njeh zgjedhjet do thotë nuk shkon në parlament. Po shkove në parlament ke njohur zgjedhjet. Është një absurd, është një atëherë do shkojnë në parlament se s'bën edhe për arsyen sa e di që gjysma ose më shumë se gjysma e deputetëve të ti nuk e pyesin më, shkojnë në parlament se do mbrojnë mandatin e tyre, do mbrojnë rrogat e tyre. Atje nuk ka ma principe, nuk ka ma, sepse askush nuk është i bindur aty që edhe vetë ta që përtasin nuk kanë të bindur që zgjedhjet janë fars. Pa mundur. Çfarë do vazhdoj? E gjitha kjo bëhet për të mos dhënë dorëheqjen Sali Berishë. E gjitha kjo bëhet për t'u thënë atyre, ore jam unë këtu. Nuk ju lën të shkoni lart e poshtë dhe nuk jap dorëheqjet, sepse edhe ju rëndit sa farsë, sa pa farsë të tjera. Ky është problemi. Problemi tjetër është se bëhen pyetje gjithandej. Po çdo bëhet me të ardhmen e Partisë Demokratike, a do dalë dikush që ta udhëheqë, janë njerëzit më pozitiv që e kërkojnë të gjë. Janë naiv sigurisht, por e kërkojnë të gjë. Siç kishim ne atë ditë së bashku këtë zotin Meksi që thoshte do bëhet Partia Demokratike. Po si do bëhet? Si bëhet një gjë e vdekur? Sepse ai nuk të lën radh parë që dikush tjetër. E dyta, kush do jetë ai tjetër, se ne besojmë që një fuqi kështu e papritur vjen e tjerë. Atje është shojtur, është shuar prej vitësh demokracia. Nuk ka demokraci në atë parti. E vetëm e parti që s'ka demokraci përveç ai fjalë demokratike që është bërë qesharakës. S'ka asgjë. Dhe më tej pastaj. Më tej mund të ndodhë, sigurisht mund të ndodhë se Saliu ka probleme me ligjin dhe me sigurisht do ta paguajë me burg. Padyshim fajin e tij. Po a do jetë në zoti atëherë që ta mbaj edhe nga burgu ta mbajnë Partinë Demokratike, të se di. Do me thonë, në qoftë se i beson Flamurnok, se i beson asaj Albana Vokshit dhe pjesës së skifterëve që të mbajnë Partinë Demokratike në emër Saliut, nuk e besoj sepse nuk është nevoja të jesh vetëm i fortë për grushta. Për të mbajtur një parti, duhet të kesh filozofi, duhet të kesh ide, duhet të kesh teza, duhet të kesh vijë. Do të kesh një gjë tjetër, se një parti nuk mbahet thjesht nga partia. Një parti mbahet nga publiku. Nëse votosh në publik, atëherë i quhesh parti politik. Nëse voton njëri tjetrin dhe sillesh me njëri tjetrin ashtu në të farfet, kjo s'do thotë si e parti, e një klik, e një klan që zihesh me njëri tjetrin, po jo parti politike. Dhe ky është problemi i tyre. Janë në situatën kur po thonë që të thotë publiku, bëni si doni se ne po bëjmë punë tona dhe realisht politika ka marrë rrugën për të kryer detyrat e veta, për të bërë qeverinë, për të bërë për çuat tjera. Nuk e ka mendjen askush tek këta, edhe në publik. Unë jam gazetar dhe s'm kanë ikur, si thuash, ato si më thënë skillet e një gazetar. Unë rrim me njerë, askush do me ditë për ta, përveç se për qeshur. E fshive. Jo, nuk e fshiva, janë një gjë atje, po bëjnë shumë kohë, bëjnë shumë për njëri tjetrin. Shiko, a di që është një frika, di që bën tek individi. Frika e bën individin dhe grupin, ashtu është grupi i njerëzve. E bëjt bërtas të ndjehet zëri, dhe ata po bërtasin njëri tjetrin që duket sikur janë gjallë. Shiko, opozitë është institucion, janë vota, janë shqiptarët cilët i kanë votuar dhe nuk ka një alternativë, nuk ka një opozitë më të madhe se Partia Demokratike. Po dëgjoj, e kanë votuar për opozitë. S'ke, tani si kanë votuar për opozitë. Ta fshim opozita dhe ku? Jo, s'është ta fshim opozita. Nëse opozita bën suiciding, do të thotë se opozita s'ka jenë deri në momentin partia politike rron, domethënë në mënyrë figurshme po dhe reale. Një parti politike rron deri në momentin është si bleta.
Rron deri në momentin kur çon deputet në parlament. Pastaj nuk ka më punë. Çdo më thënë ka popull, s'ka popull. Ajo nuk ka më punë. Zgjedhjet e tjera të shohim, nëse partia publiku atje i ka quar njerëz në parlament, të shikojmë se çdo bëjnë. Nuk do funksionon në parlament, herën tjetër nuk i voton as ata. Ky është raporti demokratik. Demokracia nuk është o popull, hajde shkojmë popull në parlament. Populli zgjedh parlamentarët e vet. Sa i zgjedh për në opozit, sa i zgjedh për të bërë qeverinë, sa i zgjedh për në partitë të reja që quhen të reja për shkuar mandate dhe quhen opozit. Kjo është historia. Opozita në një shoqëri të hapur, në një shoqëri politike siç kemi ne, siç ka Europa, të mos bëjmë leksione, po opozita nuk është numri dhe nuk është partia. Opozita është oponenca që ka publiku, që ka popullin ndaj. Atë e shpreh me Akademinë e Shkencave, e shpreh me akademikët e tjerë, me shkrimtarët, me artistët, me popullin, me bisedimet me njerëz. Do të thotë se vdiq dunjaja sepse Saliu ka marrë sa njerëz aty edhe i përzgjen, i vret, i shkatron, i rënon. Saliu është vetë një dëm i madh për vendin tonë. Ju se dini sa dëm i madh që është, dhe i mba aty. Qa të bësh ati? Qa të bësh ati? Kështu që opozita, kjo është. Po kalimaj. Jo, tani në këtë logjik, mos pyetje tjetër. Tani, ka dy element, edhe jo vetëm teorik, po dhe empirik. Për shumë Partia Demokratike është një nga 2-3 partitë e vetme që kanë dalë si një front antikomunist opozitar në 1990, që vazhdon sot e kësaj dite, dhe vazhdon të jetë një nga 2 forcat kryesore politike, kanë konsumuar pushtet pak në 13 vjetë. Pra, kjo është një sukses i jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike, gjë që e kemi parë në shumë vendet e Europës lindore, ose janë zhdukur si parti, se me këtë punë ideja marrë dhe kam bërë studim, ose kanë ndryshuar rrënjësisht, për shumë vazhdon Viktor Orbani, po Fidesz hungarez është në një parti liberal-demokrate, në një parti liberale konservatore. Kanë ndryshuar tërësisht fizionominë e saj, s'ka lidhje fare, nuk gjanë fare me partinë e viteve 90. Pra, fakti që Partia Demokratike në Shqipëri, një parti në Lituani, që janë 2 partitë kryesore, sepse janë ato në Rumani, po ato janë zvetënuar. Do të thënë, siç i pandë në zgjedhjet e fundit, kanë humbur popularitet, Partia Konservatore dhe Liberale të Rumanisë, tregon një popularitet i jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike, një sukses të jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike në Shqipëri. Pra e pa në pikpamje 30 ca vjeçare. Një kjo, 2, po që ku e tani opozitat në rajon, nuk po shkojmë më gjërë, e dini ju kush është partia kryesore opozitare në Serbi? Jo, s'keni si ta dini, se s'ka ati janë copat gjitha partitë e vogla, dhe është një mbret që i quhet Aleksandar Vučić, i cili ka 26 vjetë në pushtet, që na ministri informacioni Miloševićit, vazhdon, ka një parti minore të asaj të Dačić, dhe natyrisht punëson pastaj në klientelën e tij njerëz si Aleksandar Vulin, që është non grata, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po nga një pjesë e mirë e Bashkimit Evropian. Doni të marrin ndonjë rast tjetër, Marinezi, që ka qenë është dhe përpara nesh dhe në rrugtimin të Bashkimit Evropian, kush është atje parti qeverise? Njëna 3 partitë qeverisëse, që ka dhe kryetarin e kuvendit, është dikush Iman Flamurin serb, dhe vete falen të Kremlin çdo muaj. Ndërkohë që partia kryesore, Europa tani, përbet nga 2 individ, president dhe kryeministri, që nuk flasin me njëri tjetrin, dhe po të bëjnë zgjedhjet sot, s'kam asnjë shans të fitojnë. Doni të shonin në Maqedoni, LSDM-ja, Partia Social-Demokrate, si motër e Partisë Socialiste në Shqipëri, sot është partia e tretë atje, se doli pas BDI Stali Ahmetit, pra pas natyrisht VMN-roja doli forse par politike. Pra, Partia Demokratike, fakti që merr këtë rezultat, përkundër gjithë avantazheve të padrejta, ky është nisje të garës, përkundër edhe fakti që kjo mazhorancë ka fituar vetëm 52% të votës, është prapë, natyrisht, duam apo s'duam, forca kryesore e opozitës në Shqipëri, është lokomotiva kryesore, vagonat e opozitarizmit që mund t'i bashkangjiten ose jo, që ka për detyrë të mbrojë interesat e asaj pjesë të publikut, e cila nuk mendon si natëmandrinja e tij Ramaj 4. Se nëse ne do shkonin dhe do rrëshqisnin drejt një despotati të ndritur, dhe të pranonin këtë republikë ekzekutive pas një lloj komenti oponence e gjithë natyrisht që ekzistojnë shoqëri civile, për fat mirë të vi dikush nga jashtë në Shqipëri, isha me disa kolegë të huaj para ca ditësh, dhe më pyesnin për media, më pyesnin për këto, dhe ngelen të habitur ata. Njëri ishte egyptiane këto, sepse është tjetër realitet. Sa parti keni? Partita është sa dush, 140. 60 manifestje parlamentare. Po kështu tha media, sa dush, 60-70. Po portale, 1000, po OJF, 11.000. Po kemi, do me thënë, ju që një vënd demokrata, vëndim demokratik planet. Por kjo nuk prodhon demokraci.
Kjo prodhon atë, ka qenë një debat i hershëm mes George Orwell, autorit të famshëm të Big Brotherit, të 1984, Panopticonit, Fermës së Kafshëve dhe Huxleyt. Po në fakt duket që Huxley e ka parashikuar më shumë të ardhmen se sa George Orwell, i cili parashikoi që në vitet 50 çfarë do ndodhte me Bashkimin Sovjetik dhe me botën totalitare. Pse? Sepse normalisht është e vështirë të ruash premisat e totalitarizmit sot, në epokën e sotme, në epokën e informacionit e tjera. Por, duke qua në një fragmentarizim të informacionit, ti qonë në faktet alternative, qonë në të vërtetat që regjimi natyrisht ka mundësi të kontrollojë nëpërmjet mirave fije, dhe natyrisht kjo është një diktaturë, po aq e rrezikshme sa ajo orwelliane. Dhe një gjë që të çonë në zbehjen e mendimit kritik, një gjë që të çonë në ikjen masive, për shumë nuk është vetëm problemi që kanë ikur kaq njerëz në Shqipëri sa kanë ikur, dhe kemi vendin e dytë të azil kërkuesve në Europë e tjera me radhë. Problemi kryesor është që ka ikur shtresë mesme, problemi kryesor është që ka ikur ajka e trurit, problemi kryesor është që kanë ikur njerëzit që mendojnë. Ky është problemi kryesor dhe këtu kanë mbajtur 710.000 pensionistë. Mendohet që dhe në fund të mandatit 4, që pensionet do vënë sipas zotit Rama 200 euro, pensioni minimal, do jenë 800 kusur mijë pensionistë. Pra këtu do kthehemi në një vend, domethënë pensionistësh, apo do kthehemi në një vend i cili synon përmes inovacionit, përmes know-how-t, përmes teknologjisë, të afrohemi Bashkimit Evropian. Sot, ne jemi po aq mesatarës Bashkimit Evropian në standardet e jetesës, sa që ishim në kohën e Ismail Qemalit. Dhe këtu nuk po bëj thjesht retorik, po është 65 dhe në 70 vjet distanca që kemi ne, sipas konvergjencës, me mesatarin e Bashkimit Evropian, pra me mesatarin e Bullgarisë dhe Luksemburgut. Do me kjo është e frikshme. Fakti që 50% e rrogave dhe pensioneve shkojnë për ushqime, se askund tjetër në Bashkimin Evropian, është një fakt tjetër i cili duhet ta bënte të papranueshme këtë realitet. Po pse vazhdojnë njerëzit votojnë, më fal për shprehjen, njerëzit në kope, domethënë pa vënë logjikën në punë. Kjo është si rezultat edhe i kulturës politike. Ka teori pafund që thonë që sa kohë ke kaluar në autoritarizëm, aq kohë duhet kallosh demokraci që ti të arrish një pjekuri politike. Pse Rusia, Federata Ruse, nuk ka njohur një periudhë, sepse vetëm një periudhë demokracie që njohin 600 vjetet e fundit, ishte rrumpall anarkia e kohës së Jelcinit. Kështu që normalisht institucionet kërkojnë kohën e tyre të formohen, të piqen, kultura politike gjithashtu, në mënyrë që, dhe unë mendoj që këtu është dhe roli medias, këtu është dhe roli shoqërisë civile, këtu është dhe roli interlokutorëve social, që mos i thonë deri daj, do me thënë të vënde tekstin të ai që është abuzimi, sepse nuk ka asnjë vend të botës që opozita është problemi. Në çdo vend të botës problemi është qeveria. Vetëm këtu në Shqipëri shitet sigur opozita është problemi se kështu thot qeveria. Në fund të ditës opozita e pati u zgjedhje tani. Unë kam qenë partizan, ju e dini, dhe i spakut e të gjitha. Po tani është normale që për 10 arrestuar nga anë opozitës arrestuet një nga anë e mazhorancës. Po pse më opozita i bjet zgjedhjet? Opozita i blen zgjedhjet? Ne pasim opozita më të pasur në botë, nëse opozita blika zgjedhjet. Do me thënë opozita vjet zgjedhjet, më të fortën. Po se rezulton kështu. Tani duhet i themi ca gjëra, apo jo? Po, nuk më the se çfarë duhet bëj Partia Demokratike sot. Po çdo të bëj Partia Demokratike, e di Partia Demokratike, unë si qytetar mendoj që unë kam thënë që në fillim, ju e dini në studimin tuaj. Gjë e parë fare, kontestimi. Po se kontestove do përsëritet kjo farsë, dhe do bet akoma më keq. 2 revolta dhe mobilizimin ndërkombëtar me fakte, me prova, me çdo gjë. Nuk është absolutisht e vërtetë që gjithë bota e pranoi dhe Bashkimi Evropian. Jo, bën deklarata kortezie, erdhën këtu në Shqipëri, kushdo që fiton zgjedhjet, këto janë kortezi diplomatike që urohet në tilla raste. Nuk kemi asnjë fakt, ose Odiri që është organi vetëm i cili certifikon apo jo zgjedhjet në një palë vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nuk kanë folur. Ka kom mjaftueshëm, nëse kanë faktuar me dokumentacion, me prova, me fakte, materiale të depozitojnë këto gjëra, dhe pas këtyre natyrisht bie një analizë. Një analizë e cila duhet të prekë gjithë segmentet e partisë. Çfarë shkoi gabim që na përbërje koalicioneve, shumë pse vati vuri i lirë Partinë e Lirisë. Unë kam qenë partizan, ju e dini, i koalicioneve të gjëra politike, por tani Partia e Lirisë nuk arrin dot të marrë as 8.000 vota, mobilizohet gjithë Partia e Lirisë në gjithë Shqipërinë, dhe nuk arrin dot të marrë 8.000 vota në Tiranë për kandidatin Ilir Meta, ndërkohë që merr 4 mandate në tavolinë. Edhe të tjerë me radhë, ndërkohë që kishte partia aty, si Mundësia, si Shqipëria Bëhet e si tjerë, të cilët duhet të ishin patjetër pjesë e koalicionit opozitar. Me thënë, duhet filluar nga kjo dhe nga të gjitha tjerat me radhë. Ka një pjesë u pranoi me Berishën. Jo, tani, po pra, sepse Partia Demokratike tha që ju ka bërë ftesën. Ishte mungesa e pranimit nga partitë e vogla, apo partitë e reja, të themi, se është e padrejtë, ndoshta ishte dhe pak delirancë sa partitë e reja, jo vetëm se s'u bën me Berishën, po pse s'u bën me njëra tjetrën, dhe të krijoni një pol të tretë.
Unë e dëgjova Adriatik Klapajn që ta ky është një gabim shumë i madh, ne do kishim sot po të ishim bërë bashkë 13 deputet. Dhe unë ana ime bëra pra. Tani kjo është ndoshta është dhe papjekuri politike e partive të reja. Ata e dinin kodin zgjedhor, e din formulën të hon. Kështu që edhe kjo është një leksion që ndoshta duhet nxjerrë në të ardhmen. Nëse ato do kishin marrë ato 13 mandatet e tyre jashtë dy partive të mëdha, jashtë dy koalicioneve të mëdha, nuk do kishin këtë realitet politik që Rama merr 83 deputet, plus 3 aleat 86. Pse sipas jush nuk ka reaguar Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo se ne duam të dimë se si funksionojnë ata, por a është e lexueshme dhe a është e rëndësishme reagimi i aleatëve si Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë zgjedhje? Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë krijuar që është vitin 79 kanë krijuar një organizëm që quhet OSBE dhe më vonë pastaj është shtuar dhe EUDIR. OSBE është organizata për sigurinë dhe bashkëpunimin në Europë dhe tani pas luftës së ftohtë mos merremi me historira i ka mbetur vetëm të certifikojë sa zgjedhjen për vendet në shoqëritë e nivelit dytë, siç është Shqipëria. Sa po të pranojmë në Bashkimin Evropian, domethënë pas 4 vjetësh mos e kemi dhe s'do ta kemi, ose bën në përkëmbë. Po më kujtoni një gjë, se në kohën kur u vendos vëzhgimi këtë vit, kur u formulu vëzhguesit e OSBE-s, për herë të parë, Bashkimi Evropian dërgoi vëzhguesit e tij, e vet. Dhe pse ndodhi kjo? Bëjmë politikë, analizojmë politikën. Dhe pse ndodhi kjo gjë? Ndodhi për arsyeën se Shqipëria është shumë afër Bashkimit Evropian, dhe Bashkimi Evropian e vëzhgon nga afër, dhe vëzhgoi nga afër kishte vëzhguesit e vet të Bashkimit Evropian. Dhe në mbi bazën e vëzhgimit të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të Evropës, shefja e lartë e politikës së Bashkimit Evropian, shefja e zgjerimit, presidenti i Francës, kancelari i Gjermanisë, kryeministri që po thonë se që e ka Trumpist, do me thënë tjesht salist, po se që e ka i djathi këtyre, se Trumpist ja mund që shkruaj libra për Trumpin, jo ata. Dhe problemi është që të gjithë, po i marrim gjithë se uruan Shqipërinë për zgjedhje ekselente, për rrugë ekselente drejt Bashkimit Evropian. Ne edhe njëherë po të them, ku ta marrim Europën tjetër që ta besojmë? Mos i besosh dhe Europës për këtë gjë, është skandal shumë i madh. Është skandal jashtëzakonshëm vërtet. Po si mund të vërtetohet ndryshe përveç se kështu që zgjedhet? Po megjithatë, ja ku jemi. KQZ-ja sigurisht i certifikoi zgjedhjet në vendet në qytetet kryesore. Ja ku jemi, opozita paraqes prova. S'ka asnjë provë deri më sot, as edhe një kokër provë. Opozita paraqes provat, mos tensionoj publikun, mos bëj gjëra shumë qesharake dhe të shkoj tek institucionet. Shkojnë te institucionet dhe të thotë institucionet, ja ku është prova. Deri sot s'ka asnjë provë. Trumpiste jamu se bëj libra, ke bërë libër? Po patjetër, jam i vetmi në të shkruar në shqip që kam libër për Trumpin. Ndjes nëse se di, po njërë ti e di? Ja. Jo, mirë, si jam unë e vetëmja, do me thënë. Redvani e di, që kemi mikë për bashkët. Redvani e ka lexuar që në fillim. Për te i kësaj. Ju anatemoni, po hidh një akuza ose përmendni disa deputetë të opozitës që i përmendni dhe me emra, që për performancën e tyre. Nuk duhet ndalem te kjo se ju kemi thënë edhe besoj e din, ja ke thënë 100 herë. Por a ke analizuar ndonjëherë çfarë prodhoi kjo formulë dhe kush hyn në parlament nga Partia Socialiste do të jetë konfigurimi? Se po shikojmë për shembull në rastin e Elbasanit akuza, se atje mund të ketë punuar për një vajzë e re bota e krimit, unë s'di të them duhet presim drejtësinë. Nga Fieri na hyri një zonjë që vetëm thërriste Gazmend Bardhin ku jetë. Janë dhe disa tjerë që s'po i përmend. Po mirë, të lutem, ku është problemi këtu? Jo, po të pyes, nga ana intelektuale, a mendon që jemi në performancën e dur, po u pyes sepse është debat. Shiko, po të shikoj një problem? Ju më thoni gjithmonë për këtë vajzën këtë juristën e Fierit. Jo ju më thoni, po thonë për këtë njërë. Dhe juristja e Fierit është juristën rrath parë, është profesioniste. Dhe me sa di unë është një juriste shumë e mirë.
Dhe në një shfaqje spektakolare të politikës ka manifestuar një humor për alatin e vetë. Nuk e ka fyrë, nuk e ka dhunuar, nuk e ka përçudnuar. Nuk e kam tek metoda dhe protagonizmi që mori. Mori protagonizmi, i thot ati kundërshtarit vetë, ku je? Kaq po është në gjithë botën e përparuar kjo gjë bëhet. Merreni Donald Trumpin që thonë, si sa heri tha Kamala Harris, ku je më Kamala, po ku je më, ku je? O, zoti Biden, ku je, me gjitha e shtanizve? Po kjo është spektakli, më. Po kjo është sepse zgjedhjet janë një spektakl, nuk janë një luftë. Për Saliun është luftë të vret, i ka vrarë, i ka gjakosur, i ka rënuar. Saliu s'di të bëj humor. Saliu është njëri që s'di të gjuj një top. Jetën e ti s'ka gjujtur top. Si fëmi, s'ka fëmini ti. Ka vetëm dhunë. E njoh shumë mirë, s'ke pse drejtori i lirit. E njoh shumë mirë. Po që të bësh një humor. Se i voqë të fëmirin më tani, sësi. Po e ka fëmirin kështu të rënuar, e ka fëmirin me lopën në majtë shkëllzenit. Po nuk ka gjutë një top. E diti këtë gjë, paktën është njohur, që në jetën e tij ai nuk ka pasur një aktivitet sportiv. Nuk ka parë top me syma, e në vetë. Tani ka që gjë. Nuk ma kupton? Po pse duhet, mund të ketë noti, nuk ka top, ka noti. Duhet për që njëri plotësuar. Edhe për që njëri plotësuar është si ajo, si deputeti Afierit, që në mënyrën e vetë, unë s'do t'a kësha bërë se s'më shkon, as ty në shta s'shkon, as ta i shkon. Mu më shkon një gjë tjetër, që ti them Sali Berishës kush është. Edhe ti them ati Bardh Hajdarit, që quhet Bardh Gazmendit, që quhet. Gazmen Bardh, si të them, i bëni personazhe këta, ma ju lutem shumë. Po nashtojnë kërpëratat? Nashtojnë kërpëratat? Po qatë drejqin që është kjo punë, po ja që e bëri publikun për qeshur, për atë punë këra. Nuk e qenë për humor, po jo mos e ngushto, në parlament do ta shikosh, do jemi këtu bashku, në ti që do jetë një juriste dhe do jetë një parlamentare, edhe atje ishte e mrekullueshme, sepse gjeti një mënyrë të vetën për ta dominuar kundërshtarin. A i dominon kundërshtarin ti, po ti është në një luftë. A do ta dominosh kundërshtarin? Unë nuk po merrem fare me mënyrën. Po pse po më çfarë po merresh? Unë pyeta për të shkojnë më tej. Dhe ju më dhat një përgjigje që do të jetë një parlamentar i shkëlqyer. Jo, nuk thash shkëlqyer, do ta shikojmë, unë besoj do jetë shumë e mirë, sepse është juriste, ma është juriste shumë e mirë. Sa po ka mbaruar shkollën, kjo djetë që është juriste. Po jo më se ka mbaruar tani, e ka mbaruar prej kohë shkollën. Tani kështë akti shëmtuar i qaj, dikur i vini shalë si të ndjeri Toldashi, do me thënë. Kjo është në retrospektiv 100 shkallë më poshtë, do me thënë, shiko si po ndërtojt një realitet, dhe po ndërtojt nga media. Po ndërtojt një realitet, po ndërtojt një realitet së të rinë. Dhe publiku nuk i ndjek mediat dhe nuk e dëgjon fare, siç nuk dëgjojnë ata emigrantët tanë që dëgjojnë në pozitën, i ka quar Edi Rama, i ka quar, ata votuan 2 fishin Edi Rama. Eurostatin Greqinë e lashti kur i fakën tepër datimis dhe juri histori, tani Zoti Rama juri me foto. Atere, si ta gjejmë në mesataren, Ismet Elezi që është 105 vjeç, nga juristët më të shkëlqyer që ka pasur Rusia dhe Shqipëria, nuk vlen. Po edhe Evgjenia, si quhet kjo vajza e Fierit, është e re dhe nuk vlen. Po kush vlen ka marama? Ai njeriu me 100 vepra, shiko, 100 vepra ka Ismet Elezi. Asnjë prej tyre nuk e fusin në Akademinë e Shkencave se është i moshuar. Kjo tani fillon ta bëj veprën, po s'duan ta fusin në parlament se është e re. Po çush kjo? Jo, nuk është puna e të re. Të rinj ka plot. Problemi është e modeli. Dhe të re të bën ide në politikë, nuk të bën mosha biologjike. Po pse e kemi parë në ide të gjithë parlamentarët? Ora parlamentarët nuk kanë ide, në radhë nuk janë detyruar të kenë ide. Sepse ideet i ka partia që e përfaqëson. Për çfarë kemi parlamentin pastaj? Si? Për çfarë kemi parlamentin? Janë të detyruar të kenë një kulturë, jo, prita pas masi. Janë të detyruar të kenë, është detyruar partia, ore, edhe një gurëm lë të partia të sjetë. Po citoj zotin Gjafa në intervistë sot, Fatmi Gjafa. Jo, po e citoj në intervistë sot. Gjofse më citon Einsteinin o tjera, dakor. Jo, çfarë tha, kemi një mungesë shumë të madhe në përbërjen e grupit parlamentar të juristëve, tha. Kjo duhet ishte menduar më herët. Tani, unë nuk e di e ka pas parasysh se qenë në Fierit apo jo, por ai tha vetë që kemi një mungesë të juristëve të formuar. Muli, thot që jam doktor, më tregon mua, ka 100 vjet doktor, shumë punëtor skene.
Punëtor skene, Muli, është zëvendësi i qelik të Mao-Zedunit Sali Berisha. Është zëvendësi i qelik. Unë s'u mora për referencë model. Jo, po i marrim mandatin këtej, ka 7 mandata, 10 mandate që është atje. Punëtor skene, ka larë pjatat para solit. Iq Kserave në shumicën e herëve ka qenë i kandiduar dhe ka fituar. Apo jo, dhe kandidat e fjerë, nëse do kandidohet, do fiton. Shiko si rëshqasim me njëra anë tjetër. Po edhe jurishtja e fjerit është e votuar. Jo, më është e votuar, ishte në listën e mbyllur, pavarësisht se mori 12, do të shkon partia dhe te kaloi parashikimi. Partia Demokratike që voton Mulin, prandaj është aty. Është në farfejet. Edhe që voton Saliun. Po Mulin bon atë që quhet ajo. Brenda partisë demokratike kishte edhe Jorida Tabakun dhe Ilir Ali Mehmetin tani, që morën deputetët me më shumë vota. Le të zgjedh partinë në sik. Është i gjithë një standard. Ki diskutim si për kur kujt tjetër përveç Partisë Demokratike. Bëj çfarë doj me ta. Ti sjell në parlament, do të sjell gur, do të sjell xhavor, do të sjell. Duan sepse Jorida Tabaku ka qenë deputetja më efektive e Parlamentit të Shqipërisë. Po jo ka qenë këto raportet, po janë raportet më zotëri. Kështu tani na ka mbeti. Janë raportet e Ilirit dhe raportet e madjes së efektshmërisë. Na ka Mehmet Aliu, Ali Mehmeti. Jo tani. Apo na ka ky Ali Mehmeti se e bëra keq se më duk si Mehmet Ali. Na ka mbet Tabak. Po si kemi, kujt kemi këta njerëz ka? Po le të marrë Partinë Demokratike. Të protestohet, po Tabaku ka qenë deputetja më efektive e Parlamentit të Shqipërisë në dy legislaturat e fundit. Po mirë më ta bëj ata. Nuk është efektive për mua. Ta zëm. Në matje në produkt parlamentar, pra në komisionet parlamentare, komisionet hetimore, në interpelanca, drejtu seksheti dhe kreditrash, modelin parlamentare, zonje. A do ta zgjidhë PD-ja? Pse nuk e zgjodhi? Po e zgjodhi, akoma më tepër legjitimitet shtesë, fitoi 20.000 vota. Në rregull, s'ka vend për diskutuar. Të vi ta shohim, ç'do bëj. Do jetë në gjendje Edmira Tabaku, Jorida. Do të jetë në gjendje ti thot Sali Berisha zhduku tani nga Partia Demokratike. Po pse do të thotë këtë gjë? Kjo është e vetmja gjë. Edjata nuk e vret domaj. Gjithë demokratë vinë rrotull dhe nuk thonë hikur Sali se pastaj e bëjmë vetë në atë punë. Asnjë nuk thotë. Dëmi me më të gjithë thonë, sa po pim kafe, thonë, pa i maskara, pa i njëri 100.000 vjetë në pëdëma, pa i më e shkatroj. Kur shkojnë aty në parati, i bëjnë temena. Pa kujt i bëjnë temena? Njëri u anakronik, komunist i hershëm, diktator i vonshëm, vrasës, hajdut, të gjitha të zeza. Po kjo është, këtu matët Partia Demokratike, së matën parlament, që të bëjnë parlament. Parlament e bërnë Edi Rama dhe bërnë Europa, që duhet aty. Absolutisht asnjë rol s'ka. As pikën e rolit. S'kan rol mërë bë. Po komisionet hetimore s'kan rol, komisionet hetimore për shumë. Asnjë rol nuk kanë, bëjnë qatë duhet. Komisioni për incineratorët, si na zbulojnë një zullum të jashtëzakonshëm me paratë të kësa paguzve. Ore, shiko. Si s'pas ka rol parlamenti. Atëre të kemi parti shtetë, se s'ka nevojë për... të them, kësa radhe zjedhë që u ka thënë atyre, bëni qatë doni se... Britania që në 1250 jetën, brefi John ju vun kufizime dhe doli me Magna Cartën, do me të ndalin e pushtetit e habeas corpus. Tani ne kthehemi 900 vjet më vonë nuk arrin dot të njëjtat standarde që kishte Britania në shekullin 12, domethënë. Si duhen gjë kujt? Se parlamenti funksionon pa ata, komisioni pa ata, Europa pa ata. Po edhe buxhetin e miraton në 4 minuta, po ky është buxheti pa ata. Po do shikosh se një pjesë e tyre sapo tikën Saliu në burg, do shkojnë dhe t'i thonë Edi Ramës, atë vinë bashkëpunojnë me ty. Po mirë se shtonë demokratët do vinë do arrestojnë Edi Ramën ndem fundjetorit edhe mas e pret dhe populli socialista të shkojë ai dhe të hapet gara në Partinë Socialiste për herë të parë. Ja, keni gabim, edhe vërtet kjo është një mashtrim i madh. Jo, po kështu thonë, ju thatë gjysmën, të njerëzve, por gjysmë vërtet Edi Rama është njeriu i vetëm që nxori Shqipërinë nga ajo situatë sëmundje, ajo situatë lindore, arabike, islamike, ku e kishte futur Sali Berisha, ai pisllet, ajo gjë rëndë që dhe vurin rreth Europës me dinjitet maksimal. Kjo është e vërteta. Se ato rrugët që kishin ngelur rrugë, po s'ta kujtohet asnjë rrugë Zotit Rama gjatë këtyre viteve. Ndërkohë gjithë rrugët u japën në kohën e Saliut ose i vetmi kryeministri i Shqipërisë që e ka kthyer Shqipërinë faktor për Europën dhe vetveten. Edhe vetëm si një personalitet i madh politik i Europës. I referohet Europa. Ku kemi në Saliu i shkret me i dosje si Haxhilleshi shkonte për Europë.
as shkonte, as vinte, atje i Kur e priste Bill Clinton në shtëpinë e Bardh, kur e priste Bill Clinton në shtëpinë e Bardh, kur priste George W. Bushin në Tiranë, kur priste James Bakerin kur futi Shqipërinë në NATO. Po këto janë realitet, apo po liberalizoj vizat? Po kush na liberalizoj vizat? Kush na liberalizoj vizat? Kush e bëri mësan? Çfarë mësaj? Kush e mori statusin kandidat? Askush se bëri statusin. E bëri Edi Rama që e bëri kandidat dhe që e bëri antar. Ato ishin në radhën e të gjithave tjerë. Sot kush po e bën antar? Jo vetëm kush po e bën, po kush e bëri këtë Shqipëri që kemi sot o burr? Tani kjo Shqipëri varet si është, sa po e pam Shqipërinë, Shqipëria që ka 1 milion banor. Jo demokrat. Shqipëria që ka ndërtuar 8 milion metra katror në qendër Tiranës. Gëzojnë gjithë në Shqipëri fjetore më gjigante. Shqipëria që parametrat mjedisorë është e fundit në Europë. Kush? Kjo Shqipëri. Shqipëria që për të ardhur për frymë është e fundit në Europë. Respektoj shumë edhe të kam gjanë. Kjo Shqipëri është ndërtuar në këto 10 vjet nga Partia Socialiste, nga Edi Rama. Po kjo Shqipëri, ne e shohim ndryshme këtë Shqipëri, këtu është problemi. Kjo Shqipëri është shumë. Ne kemi syze ndryshme. Ju nuk e doni, dhe realisht. Dua Shqipërinë, nuk dua në mënyrë si po e bëjnë Shqipërinë. Jo për ty sinqerisht, po për pjesën që se shiko, ata që votojnë Saliu, nuk janë thjesht e duan Saliu, nuk duan Shqipërinë. Nuk e duan të bukur, nuk e jetojnë dot, janë mësuar në ferr. Edhe nuk mundet që një popull i tërë ta dojë Shqipërinë të bukur. E pa mundur, ose Francën të bukur. Vetë petalit e vendavimit socialiste dashka Shqipërinë të bukur, kurse po se do në rrugën të pastër, se nuk e do qytetin normal, nuk e do turizmin normal, nuk e do ekonominë normale, po nuk e do ka plot që se duan. Po kush e bëri xhunglën urbane? Për lulin thoshin gjumash, po nuk thoshin bëri xhunglën urbane. Do të ra gruan në shtëpi të dalë për një gotë raki dhe të fus dorë në gjepin e tjetrit. Këta janë stereotipe që fyen rënd gjysmë me popullin e Shqipërisë. Këta janë që s'duan Shqipërinë. Fyen rënd gjysmë nuk dinë se çfarë, nuk dinë se ç'është Shqipëria. Shqipëria është kjo, por Shqipëria është e bukur, Shqipëria është bërë e bukur, është bërë europiane. Tani nuk ka nevojë me thënë po lërën e punëve të tigër, sepse Edi Rama ka ndërmend të tigë vetë pa opozitë. Pyetja është kur? Jo tigi përpara, jo se tigi. Ku Ovadis? Edhe po iku do lërë një Edi Ram tjetër shumë të zhvilluar. Faleminderit që ishit me mua në studio, faleminderit dhe ju që na ndoqët nesër, zakonisht jemi në orën 10.